Në qarkun e Beratit sezoni i qershisë ka nisur më herët se zakonisht këtë vit, pasi pjekja e frutit u përshpejtua dhe vjelja filloi që në javën e parë të muajit maj. Fermerët e zonave Drobonik, Tërpan, Gjitom, Plasnik, Mbreshtan dhe Galin kishin pritshmëri për një prodhim të bollshëm, por rendimenti rezultoi mesatar. Megjithatë, cilësia e qershisë vlerësohet si e kënaqshme. Në Drobonik, një nga zonat më të njohura për kultivimin e qershisë në Berat, fermerët thonë se problemi më i madh mbetet mungesa e fuqisë punëtore. Sipas tyre, gjetja e punëtorëve sezonal po bëhet çdo vit dhe më e vështirë edhe pse pagesa ditore ka arritur deri në 30.000 lekë të vjetra. Për shkak të emigrimit dhe largimit të rinjve nga fshati, shumë fermerë detyrohen ta kryejnë vetë procesin e vjeljes pavarësisht moshës dhe vështirësive fizike që kërkon kjo punë. Një tjetër shqetësim mbetet mungesa e pikave të grumbullimit, çka e bën të pasigurt tregtimin e prodhimit. Deri tani fermerët kanë arritur ta shesin qershin fal tregtarëve që vinë nga qytete të ndryshme të vendit dhe blejnë direkt në fshat, por ata kërkojnë krijimin e strukturave të qëndrueshme për grumbullimin dhe tregtimin e prodhimeve bujqësore. Situata rëndohet edhe nga arritja vazhdueshme e çmimeve të pesticideve dhe plehrave kimike, të cilat kanë shtuar ndjeshëm kostot e prodhimit. Fermerët shprehen se megjithëse qershia po shitet me çmime të kënaqshme, fitimet nuk janë të mjaftueshme për të përballuar shpenzimet e trajtimit të pemëve, përfshirë spërkatjen, plehërimin dhe krahasitjen. Ata kërkojnë më shumë mbështetje nga institucionet shtetërore për sektorin bujqësor, duke theksuar se heqja e subvencionimit të naftës ka rënduar edhe më tej ekonominë e fermave. Sipas tyre, nevojiten politika konkrete që të ulin kostot e inputeve bujqësore dhe të rikthejnë skemat mbështetëse. Në të kundërt, shumë fermerë rrezikojnë të braktisin aktivitetin bujqësor ose të falimentojnë.